Përshëndetje shenja virgjëreshës, kjo është panorama e interpretimit javor. Java për ju fillon me një kartë shumë të fuqishme. Pasuria e papritur, e cila është një kartë që nuk flet domosdoshmërisht vetëm për para. Ajo simbolizon mundësi, përfitime, zhvillime të favorshme dhe diçka që mund të ndryshojë ekuilibrin e një situate. Mund të merrni një lajm të mirë, një zgjidhje që nuk e prisnit ose të shihni rezultate më të mira nga sa kishit imagjinuar. Kjo kartë sjell energjinë e bollëkut dhe ju kujton se ndonjëherë jeta shpërblen në mënyra që nuk mund t'i planifikojmë. Më pas kemi kartën gjykata. Dhe gjykata flet për vendime, dokumente, rregulla dhe çështje që kërkojnë qartësi. Nuk ka pse të lidhet domosdoshmërisht me procese ligjore. Shpesh gjykata simbolizon nevojën për të marrë një vendim të drejtë ose për të parë faktet pa u ndikuar nga emocionet. Gjatë kësaj jave mund të lindë një situatë që kërkon objektivitet, përgjegjësi dhe maturi. Është një kartë që favorizon transparencën dhe të vërtetën. Nëse disa nga ju kanë një çështje gjyqësore, situata duket se po merr një zgjidhje më të favorshme nga sa mendohet. Edhe pse ka shqetësim dhe pasiguri, ka tregues për mbështetje dhe për një rezultat që mund të sjellë lehtësinë dhe stabilitet. Më pas kemi kartën të dashuruarit. Të dashuruarit në një interpretim të përgjithshëm flet për zgjedhje të rëndësishme dhe harmonizim të energjive. Ndoshta mund të ndodheni përballë një vendimi ku duhet të dëgjoni jo vetëm logjikën, por edhe zemrën. Të dashuruarit simbolizon bashkëpunim, lidhje të forta dhe marrëveshje që bazohen në besim. Kjo kartë shpesh shfaqet kur një zgjedhje e rëndësishme mund të ndikojë në rrjedhën e ngjarjeve. Më pas kemi kartën burri i pasur ose burri me ndikim. Kjo kartë sjell energjinë e stabilitetit, sigurisë dhe ndikimit. Mund të përfaqësojë një person konkret me rol të rëndësishëm në jetën tuaj, ose mund të flas për një energji që po zhvillohet brenda jush. Kjo kartë gjithashtu flet për aftësinë për të ndërtuar, për të menaxhuar burimet dhe për të krijuar siguri afatgjatë. Gjithashtu sugjerohet se gjatë javës mund të keni kontakt me njerëz ose situata që kërkojnë pjekuri dhe seriozitet. Më pas kemi kartën dhoma e familjes. Dhoma e familjes e zhvendos fokusin drejt shtëpisë, drejt familjes dhe njerëzve më të afërt. Mund të ketë biseda të rëndësishme në familje, momente afërsie ose çështje që mund të lidhen me ambientin e shtëpisë. Dhoma e familjes është një kartë rehatie dhe përkatësie. Ajo ju kujton rëndësinë e rrënjëve, mbështetjes emocionale dhe njerëzve që ju njohin përtej roleve që mbani në botën e jashtme. Më pas kemi burri i pjekur. Kjo kartë sjell mençuri, përvojë dhe qetësi. Mund të përfaqësojë për disa nga ju një person konkret që luan rol këshillues ose mbështetës, por mund të tregojë edhe nevojën për të vepruar me maturi. Unë të thoja që në kombinimin me kartën gjykata dhe burri me ndikim, kjo kartë tregon se java favorizon vendime të menduara mirë, pra larg sjelljeve impulsive. Gjithashtu përgjigjet që kërkoni nuk do të vinë nga nxitimi, por nga reflektimi. Më pas kemi kartën shqetësim. Dhe shqetësimi duket si hija e vetme në këtë shtrirje kartash kaq të fortë. Shqetësimi tregon se ekziston një çështje që vazhdon të zërë hapësirë në mendjen tuaj. Mund të jetë një vendim, mund të jetë një përgjegjësi ose një situatë që ende nuk është sqaruar plotësisht.
Megjithatë, unë do të thoja duke parë kartat e tjera, shqetësimi duket më shumë si një gjendje mendore sesa si problem real. Shpesh shenja e virgjëreshës priret të analizojë gjithçka deri në detaj, dhe kjo kartë mund të jetë një kujtesë për të mos e rënduar veten me skenar të panevojshëm. Në Prism Oracle kemi idejimi ose krijimi i ideve. Kjo kartë flet për frymëzim, flet për vizion dhe për lindjen e ideve të reja. Mund të jeni në një periudhë ku mendja juaj po krijon plane, zgjidhje ose mundësi që ende nuk kanë marrë formë konkrete. Idejimi ju thërret të mos i shpërfillni mendimet që ju vijnë në mendje këto ditë. Një ide sado e vogël mund të bëhet fillimi i diçkaje shumë më të madhe. Sepse idejimi është një kartë që flet për potencial dhe krijimtari. Pra kjo javë sjell mundësi për përparim, sjell mundësinë për vendime të rëndësishme dhe mbështetje nga njerëz me përvojë. Edhe pse disa shqetësime vazhdojnë të jenë të pranishme, energjia e përgjithshme mua më duket se favorizon stabilitetin dhe ndërtimin e planeve për të ardhmen. Nëse unë do t'i jepja një titull kësaj panorame për ju do të ishte: një ide merr formë, ndërsa zgjedhjet e mençura ndërtojnë themelet e së ardhmes. Paç.